Natyrisht diskutimin në sektor të veçantë të ekonomisë kombëtare ka rëndësi etike, rëndësi shumë madhe, por edhe elemente të rëndësishme të ekonomisë tregut siç është kredi mirë, kursimi i këmbimit, marrja konkrete të rregullt. Doja të thoja që kursi i këmbimit i ka të gjitha kahet e veta. Ka edhe këtë ndikime në sektor të tasën të ekonomisë kombëtare, siç ka ndikime të tjera në sektor të ndryshëm të tjerë të ekonomisë kombëtare. Dhe natyrisht, kur flasim për çmimit në treg, duhet të kemi parasysh edhe faktin që ne jemi vend importues. Natyrisht, pjesë e ndryshme e çmimeve impakton rrugët e posaçme në treg apo konsumit përgjithshëm të qytetarëve, përfshirë ushqimin, po përfshirë edhe hidrokarburët që impaktojnë në kursin e këmbimit monedës. Një kurs fiks, një fiksuar, të cilin Shqipëria nuk ka pasur që do vini 1990 kur ndryshoi sistemin e zgjodhjeve të tregut si sistemi bazë të ekonomisë së vetë kombëtare, natyrisht do të impaktonte shumë fort pjesën tjetër të ekonomisë kombëtare, natyrisht ndezita e konsumit dhe çmimeve të qytetarëve. Kështu që kur kërkojmë për një sektor të caktuar për të kemi parasysh edhe impaktin që ai në sektor të tjerë të ekonomisë. Ajo që për cilën mund të flas sot ka të bëjë me tregun e hidrokarburëve. Natyrisht që është shumë e ndjeshme çështja tani, për shkak se çmimet në konjunkturën kombëtare vijojnë të lartë, shkuan lart për shkak të situatës politike të vendimit në mesme, si Izraeli, Shtetet e Shkuara të Amerikës dhe Irani, një regjim teokratik i egër i popullin e tij, po edhe në vende të tjera të rajonit. Thënë të gjitha këto, natyrisht do të kemi mundin në modelin të tregut që kemi në këtë sektor. Është shumë e rëndësishme që narrativa që synon të fshehë elemente posaçme në të gjitha modelet e tregut që ne kemi në sektorin e hidrokarburëve të mos jeni hapësirë të mjaftueshme për të zhurmuar apo gjitha për të shehur e tresh ekonominë në vend të tjerë. Po patjetër ne kemi një nivel të lartë të tatimeve të taksave në lidhje me hidrokarburën dhe nuk është se nuk e dimë këtë gjë, nuk është se nuk e kemi patur zgjedhje këtë gjë, por kemi patur zgjedhje, nuk është se nuk po e administrojmë pikërisht këtë problematikë që kemi me tatimet dhe taksat, që veri e vetuar që të ndërmarrë një nismë për të ulur akcizën, apo për të ulur akcizën, por krahun tjetër, e gjitha kjo nuk mund të shmarrë vëmendjen nga modeli i tregut që kemi. Edhe me tregun e sotme, edhe me çmimet e sotme në bursë të hidrokarburëve, qoftë të Bretit, qoftë edhe të çmimeve të naftës crudo, natyrisht ne kemi çmim neto të hidrokarburëve më të lartë se sa i gjithë tregut. Po flas për çmimin neto, pa taksa fare, që është më i lartë se edhe në Maqedoni, edhe se në Kosovë, edhe se në Magzi, edhe se në Greqi, edhe se në Serbi. Dhe natyrisht e gjitha kjo të çon që ta fokusosh vëmendjen tënde në një element kyç, që është modeli i tregut. Ditën e parë lexova një deklaratë të shoqatës së hidrokarburëve, që do të thënë nuk funksionon si shoqatë, po funksionon si një kartelë që garanton dhe mban çmime dhe fitime të larta në sektorin e hidrokarburëve. Natyrisht kaloi jashtë vëmendjes, nuk mori përgjigje ajo deklaratë, edhe për shkak se është krijuar bordi i transparencës. Që është keq kuptuar si bordi që cakton çmimet. Ai bord duhet të funksionojë mbi bazë të transparencës, po edhe mbi bazë të modelit të tregut të bëjë transparent. Me që gjithë jenë të qartë se ku e kam, apo ku e kemi probleme. Thjesht të vëmë tek tatimet dhe taksat, apo edhe tek modeli i tregut që garanton, apo mban çmimet të larta dhe fitimet të larta në këtë treg. Viti gjitha, ajo është një përshtypje e ishin tonet kërcënuese të një shoqate që funksionon në treg si kartel. Tonet kërcënuese të tyre për të ndërprerë furnizimin, për të ndërprerë importin, e kështu me radhë, natyrisht janë tone kriminale që kërcënojnë sigurinë kombëtare në këtë vend. Sigurinë kombëtare, jo thjesht rrezikimi në naftë apo në benzinë makina, po kërcënojnë sigurinë kombëtare. Dhe natyrisht duhet të marrin përgjigje duke shohur modelin e tregut hidrokarburëve që garanton
idime, arrogancë dhe kërcënime nga operatorët të tjerë.